se mirë se erdha unë në pjesën tonë. Mirë se erdhët, mirë se erdhët si gjithmonë. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Kjo pjesë është më sensitive, na me doktor Valvonin i pam pjesë komplet klinikës dhe diagnostikës, po këtu jemi te një pjesë tjetër, më e ndryshme. Se po, kjo është pjesa ndoshta më që thonë më e rëndësishme, po është pjesë senzitive dhe është pjesë e ndarë për pjesës konservative atje. Ndërkohë këtu nuk mundet me hyj gjithkush, Jo, nuk edhe janë mundet, disa rregulla. patjetër që nuk mundet me hyj çdokush, është hyrja vetëm në mjekët dhe infermierët që vinë ka pjesë parasysh se hyrja e pacientit hyn këtë në hyrjen tjetër. Edhe dalja e pacientit është hyrja është tjetër, dalja është tjetër që asnjëherë mos kemi kontakt me pacientin e radhës. Po, pas pjesës ku veshet mjeku, infermieri, stafi, kjo pjesë është komplet sterile dhe Kjo është edhe vija e kuqe aty ku nuk mund të kalohet pa komplet pajisjen që duhet të hyjë dikush në sallën operative, gjithsesi kjo është pjesa fillestare ku spari kemi këto dhomat ku bëhet përdorur për sterilizim ose kemi gjithë ato mjetet që na vijnë neve që na ndihmojnë gjatë mjetet e vogla themi, ashtu që na duhen për gjatë operimit.